Gati ishte të më tali të është ecëm. Të është një të tjere. Sa të hajnë nga të rritë se dhe... Siç e shihni, jemi mbledhur disa qytetarë, studentë të Universitetit Luigjë Gorakuqi në Shkodër, të cilët duhen falenderuar përzemërsisht, por më tepër organizatorët e këtij aktiviteti, të cilët kanë ndërmarrë këtë nisëm për t'u sensibilizuar me studentët e universiteteve të Maqedonisë së Veriut, për të respektuar të drejtën e tyre, pra të drejtën e studentëve shqiptar në pjesëmarrje në universitet. E drejta e arsimimit është një drejtë që buron nga Konventi Evropian e Drejtave të Njerëzit dhe nga protokolli numër 2 i kësaj konvente, të cilët i japin një detyrim çdo shtetit për të arsimuar çdo individ. E drejta për të arsimuar në gjuhën tënde amtare është një drejtë po ashtu që mbrohet nga këto akte ndërkombëtare dhe studentët shqiptar nuk kërkojnë asgjë më tepër se sa respektimin e këtyre drejtave të cilat janë të mbrojtura nga legjislacioni më i lartë i Këshillit të Evropës dhe i Bashkimit Evropian. Ndaj ne sensibilizohemi me to dhe ju bëjmë thirrje çdo aktori, ministrit jashtëm, ku vendi i Shqipërisë të miratojë një rezolut dhe t'i drejtohet vendeve të Këshillit të Evropës për të mbrojtur të drejtat e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, që të respektohet e drejta për të studiuar dhe për të patur kurrikula në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe. Dua të shtoj edhe një fakt shumë të rëndësishëm se ekzistenca e jonë si popull, si komunitet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjitha vendet e tjera, pra ku ka shqiptar, që janë Kosovë, Maqedoni e Veriut, Malizi, e tjerë edhe Greqi, ne ekzistojmë për shkak se kemi ruajtur zakonet dhe mbi të gjitha gjuhën tonë. Duhet të ruajtur kjo gjuhë, duhet konservuar dhe kjo bëhet vetëm duke patur kurrikula dhe duke studiuar në gjuhën tonë. Faleminderit shumë edhe ju për pjesëmarrjen. Përshëndetje, jam studente e Fakultetit Drejtësisë të Universitetit Luigjë Gorakuqi, jam mbështetëse e kazës së kolegëve të mi studentë të drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Mendoj se pavarësisht se ne si student dim shumë gjuhë të botës, por gjuha shqipe ngelet një ndër gjuhët më të vështira dhe më të rëndësishme të popullit shqiptar. Mendoni shumë dhe mbështetni këtë protestë, sepse një mbështetje e vogël mund të bëjë shumë ndryshime të mëdha. Faleminderit. Jam viti parë, infermierie e përgjithshme. Jena në mbështetje të shqiptarëve të Maqedonisë, sidomos studentëve që ta bëjnë provimin e tyre në gjuhën shqipe, domethënë, nga që është pjesë e jone, është pjesë e trevës.